Të nderuar shikues, rikthehemi me pjesën e dytë të duelit ndërmjet Sigal Prishtinës dhe Borës, 20 pikë përsi të Sigal Prishtinës pas pjesës së parë, dominim absolut. E përsia shkoi edhe deri në plus 26 dhe tëra që arriti pas pjesës së parë të bëj skuadra e Borës ishte të e shkrien e përsin vetëm 20. I kishin disa momente të mira ekipi i dytë kryeqytetas, nëse mund t'i them ashtu, ekipi i Borës, gjithsesi bardhe kaltërit në fund dha një përgjigje të shpejt për të rikthyer atë përsin prej 20 pikëve. Lojë fenomenale duhet të theksojmë patjetër tek skuadra e Sigal Prishtinës, po tregojnë lojtarët vendor. Ariana Zemi me 9 pikë të realizuara e 9 pikë i pati edhe Bardhi Strefi, i cili luajti vetëm 6 minuta e 32 sekonda. Të riherë ishte i saktë nga 4 tentime, me të vërtetë lojë mjaft e mirë për një lojtar i cili sezoneve të kaluar, pavarësisht që ka qenë pjesë e Sigal Prishtinës, nuk e ka pasur hapësirën sot të cilën ju dha e shfrytëzoi në mënyrë perfekte. Lojt mirë po tregon edhe Daniel Legdreaj, kapiteni i skuadrës, me 8 pikë, 4 kërcime, 2 asistime, 2 topa të vjedhur, ndërsa 7 pikë e 5 asistime tjera i ka shtuar edhe Don Poloshka. Në anën tjetër tek skuadra e Borës, lojtari vetëm që po tenton të bën diçka më tepër është Rezard Mehmeti me 13 pikë të realizuara, 4-4 është nga tentimet për 3 pikë, gjithsesi po vret mungesa e përkrahjes bashkëlojtarëve të tij. Adem Mekic i shtoi 4 pikë në fund të pjesës së parë, gjithsesi ka pasur plot 5 topa të humbur Mekic, e në tërësi skuadra e Borës i pati 14 topa të humbur dhe pikërisht mbrojtja e mirë e detyroan, pra mbrojtja e mirë e Sigal Prishtinës e detyroi ekipin e Borës t'i ketë ato topa të humbur, nuk po arrinin as se t'i organizonin sulmet e tyre pas presionit në mbrojtje, por patën edhe gabime personale ku rëshqetën e ju rëshqiste topi nga duart. Starton edhe pjesa e dytë, Burns, Bailey, Kramer, Legdreaj e Azemi në fushë tek Sigal Prishtina. Gjuan Daniel Legdreaj nuk qëllon për 3. Në anën tjetër Singleton, Mekic, Jackson, Ukaj e Mehmedi në fushë tek Bora. Mehmedi tek Ron Ukaj, ishte Mekic, shme Jackson Gjuan, nuk arrin të realizon. Kramer me larti në kërcim. Burns. Bukur ai top tek Legdreaj, Azemi lëvizje e mirë, do Gjuan për 3 pikë. Ariana Azemi realizon treshën. Lëvizje e bukur e tij mashtruese, bëhet koshashnuesi i parë me pikë dyshifrore tek Sigal Prishtina, pika e 12 e tij, sa i ka edhe 3 asistime. Singleton. Mehmedi për të përgjigjur, është tira e parë që ka bën sonte nga vija për 3. Mekis në anën tjetër do tenton treshe edhe ai me gjuajtje të shkurtër. Azemi vetë deri në fund. Ariana Azemi nuk arriti të realizojë, marrin topin mysafirët me Mekic, ku bën shkakton personale. U rishikua edhe një rasin nëse ishte personale falli sportiv, por
Ka e pasër, pau I thjesht, bukura I top I Mekic për Jackson që përfundon aksionin me ngulitje. Burns. Bailey tek Lekndreaj. Daniel Lekndreaj e gjeti koridorin DC, por jo edhe të realizon pik. Ukaj tek Mehmeti, tashmë 4-4 në fush janë. Rën Ukaj do gjuan për 3. Qëllon. Arjan Azemi më I larti në kërcim. Azemi bukur tek Bailey që shkon deri në fund, nuk ka pik, por ka personalin nga Rën Ukaj. E qëllon të parën, Bailey, pika e 5 të ti. Hera e parë që ndodhet në vjenën gjuajtjes e lirë, ndërsa ka edhe një kërcim, një asistim e një top të vjedhur. Është I saktë edhe në të dytën. Singleton, tek Ukaj. Singleton gjen dëvërtimin, shkon deri në fund. Arrin të realizon, e shfrytëzoi shpejtësinë për ball Kramer. Pika e 4 e Singleton. Lekndreaj, bukur tek Bailey. Ndalet në gjysmë distancë, nuk qëllon Kramer. Pa e mbante në shpinë Singleton Kramer, por me të vërtet ishte një situatë që dëshme. Personalja ishte Singleton. Burns bukur tek Bailey që shkon deri në fund, realizon. Singleton e gjen dëvërtimin deri në fund, I shkurtër në gjuajtje, ndërsa Burns nuk arriti që të mban brendësinë e topit, përfundoi jashtë. E I vëmendshëm tregohet Bailey që me ngulitje e përfundon aksionin. Tashmë edhe Arjan Azemi tenton ta vjedha top. Presionin e mbrojtje I Sigal Prishtinës edhe një herë në detyrë. Ukaj. Mehmeti do të gjuan për 3 pik, realizon Rezart Mehmeti. Trishja e ti e 5 nga 6 tentime. Rezart e 2 me 20. Lekndreaj. Burns. Azemi. Arjan Azemi. Nuk shon basimi te Kramer. Singleton. I shpejt. Deri në fund, pikët do të pranohen. Kramer e ka larguar topin teksa po bjente. Ai top në kosh. Ne shohim edhe një herë. Ky është momenti. E pa mirë gjyqtari nga Nim Shabani. Burns. Afërti Mehmeti. Tej Burns. Burns. Bukur tek Arjan Azemi. Nuk arriti të realizon Kramer edhe njëherë merr top. Bailey do të shkon vetë deri në fund, nuk qëllon. Kramer ngatrohet me top në ajër. Sa vjen kundër sulmi në anën tjetër Adem Mekic.
nga ana e kundërt shkon për të realizuar 62-24. Legndreaj do gjuan për 3. E shkurtër gjuajtja e tij. Mekic edhe ai nuk arrin të realizon. Arrin Kramer blokad teksa Bailey me ngulitje. Tentoi Ranukaj të ndjek për një blokad, por në ato pozita e çmenton kushin Adrio Bailey fenomenal. Tashmë 12 pikë edhe të tij, shohim asistimin e Legndreajt, pati kohë. Dal nga dal unis për atë ngulitje Bailey. Mehmeti edhe njerë gjuan për 3. Serada nuk është i sakt. Azemi, ka faul. Jo sportiv. Nga Rezart Mehmeti. E ndalë kundër sulmin teksa Ariana Azemi do tjetë në vjen e gjuajtjes së lirë. Realizon Azemi. Realizon Azemi. Për 66-24. 4:40 tashmë deri në përfundim të çerekut të tretë. Kramer. Azemi. Ariana Azemi, bukur! Në sekondën e fundit të aksionit, gjithaj bëri Azemi, asisti perfekt. Kramer me ngulitje, aksion fantastik i Sigal Prishtinës. Nuk shkon pasimi mbrojtje mirë tani e Legndreajt teksa ngatrohet me top. Ariana Azemi, por pa problem asistim tjetër për Adrio Bailey tashmë që i ka 14 pikë, asistimi 5 i Azemit. 70-24. Zeqiri të gjus. Mehmeti. Zart Mehmeti. Debërtan. Kemi zëvendësim tashmë, Don Polloshka kthehet në lojë në vend të Burns. Gjithsesi kemi timeout para prakisht. Timeout i kërkuar nga Ljubomir Minqev, 3:41 deri në përfundim të çerekut të 70-24. Kthehemi pas timeoutit.
Shkërna I top tek Mehmeti, pati ko për diçka më tepër, por nuk arriti të realizon Rezart Mehmeti. Poloshka. Azemi do të gjuan për 3 pikë, edhe njerë është I sakt. Ariana Azemi 5-4 për Treshe, 6 asistime, 2 kërcime, 1 top të vjedhur, fenomenal. Ariana Azemi në anën tjetër, Singleton për t'ju përgjigjur, nuk arrin. Kramer tek Poloshka. Don Poloshka. Tek Kramer. Realizon Kramer. Asist në pjat nga Don Poloshka. 75-24. Mekic tek Mehmeti, edhe njerë Mekic. Singleton betet I vetëm gjuan për 3, realizon Singleton. 75-27. Edhe një qerek I tretë demolues I Sigal Prishtinës, por e thashë dhe gjatë pjesë të partë të ndëruar shikues, vjen një blokad monstruoze tani aty nga Jackson. Ka faul jo sportiv. Shojmë edhe njerë blokadën. Ishte blokada e Jules ndaj Bailey, teksa në anën tjetër gjatë kundër sulmit pati një faul jo sportiv. Realizon Singleton në tentimin e tij të parë. Edhe në të dytën është I sakt. Kemi zëvendësim tek Bora. Kurtaj do t'jetë në lojë. E zëvendëson Singleton. Mekic tek Zeqiri. Jules. Bukura I top tek Jules, gjithsesi nuk I lejon pikë të lehta Bardhi Strefi. Me të vërtet ishte fantastik I Strefi, 6 minuta e 32 sekunda, 9 pikë të realizuara. Mekic te Kurtaj, gjuan për 3, nuk arriti të realizona dhe Mekic lufton për ato. Gjithsesi për të përshëndetur mundi, megjithatë nuk arriti të mban pronësinë e topit. Poloshka. Shon një floater Don Poloshka, gjithsesi nuk arriti të realizon, teksa tjetër top I humbur I skuadrës. Borës teksa në kundërsulm. Nuk gabon as kësaj radhe Bardhi Strefi, bëhet lojtari I tretë me pikë dyshifrore tek Prishtina, 11 sosh asistimi I 7 I Ariana Azemit. Kësa e shojmë të përgatitur të futën në lojë edhe Janjeva. Mekic te Kurtaj, gjuan Kurtaj. Në sekundën e fundit të aksionit nuk arrin të realizon Ariana Azemi në kundërsulm.
nuk e lejon të realizon pikë të lehta. E blokon Rezart Mehmeti, teksa do të kemi zëvendësim. Ullet Bailey. Në lojë kthehet Muhamet Ali Janjeva. Azimi te Kramer. Juan Kramer nuk arriti të realizon, do t'jetë në vjen e gjuajtjes së lirë pasi ndalet me personale. Nuk qëllon Kramer në tentimin e ti të parë. 8 pikë të ti, 7 kërcime deri më tani. E qëllon të dytën. E do të zëvendësohet kur janë 31 sekunda. Ullet Kramer ka krukin e loj. 9 pikë nga Kramer. Mekic. Zëqiri. Tek Mekic. Juan Adem Mekic realizon. Poloshka. Pasimi nuk shkoni Poloshkës. Mekic do të gjuan që se si kështë e përfunduar koha. 78-50 e një edhe një qarek tjetër shpërthyes i Sigal Prishtinës. Pas 30 minutave 78-51 vetë rezultati po fletë, ndërsa Arian Azimi fenomenal pas 30 minutave 17 pik, 5-4 për treshe, 8 asistime, 3 kërcime, 2 topa të vjedhur. Bailey ka 14 pik, nërsa me lojë fantastike. Po dalohen edhe Bardhi Strefi, e kam përmendur gëgja shumë sonte, me gjitha të e meritoj, pasi po e shfrytëzon minutazhin që po ja beson trajneri Kakiusis në mënyrë perfekte. 5-4 është nga loja, pra nga 5 tentime 4 herë ka qelluar, 2-1 nga vija e gjuajtjes së lirë. Bardhi Strefi 9 pike, 7 kërcime tjera i ka shtuar Kramer, 7 pike, 6 asistime i ka Don Poloshka. E në anën tjetër tek Bora, 16 pike tashmë nga Rezart Mehmeti, 3 kërcime i ka shtuar, ndërsa Singleton tashmë po luan me pikë dyshifrore, 11 çësh, 8 pike nga Jackson e 8 tjera i ka shtuar dhe Adem Mekic që i ka bërë dhe 5 asistime dhe 3 kërcime. Rikthehemi pas pak me 10 minutën e fundit. Po i shohim edhe statistikat e Rezart Mehmetit. 16 pikë, 5 trishe të realizuara nga Mehmeti, 4-4 ishte, gjithsesi tani është 8-5. 10 minutat e fundit, nuk ka shumë shpresë për skuadrën e Borës, pasi loja e skuadrës së Sigal Prishtinës me të vërtet sonte ishte fenomenale. Singleton. Ka faul nga Janjeva. Ndaj Jetmir Zëqirit.
Singleton. Juan Singleton për 3. Nuk është i sakt, ka faul nga i strefi. Nga i Jules. Mehmeti, tek Jules. Deri në fund, Jules shkon, realizon. 78 me 53. Polloshka. Shohim peshën e Sigal Prishtinës, 5 lojtar vendor. Ka Kruki tek Polloshka. Polloshka e gjen Azemin. Ariana Azemi për sekonda do t'jenë. E ka shkelur vijën. Singleton tek Mehmeti. Kurtaj. Ishte ai topi devijuar, do t'i takon skuadrës së Borës. E pakët gjyqtari Arjan Kera. Shkon topi tek Rezart Mehmeti. Nuk arrin të realizon për 3. Teksa i strefi shkakton faul. Është personalja e 4 e ti. 78-53. 8-43 deri në fund të kësaj përballje. Jules realizon nga vija e gjuajtjes së lirë. Nis Qereku i 4 me një iniciativë të lehtë të skuadrës Borës. 3-0 seri tashmë. Qëllon Jules. Edhe të dytën. Polloshka. Në krap presion e Kurtajt. Ka Kruki. Polloshka. Loj me këmp, nuk shkoj në i pasim. Polloshka tek Janjeva. Don Polloshka do të ndalet për 3 pikë. Don Polloshka nuk arriti të realizon. Mirzeqiri ishte më i larti në kërcim. Mehmeti në anën tjetër. Ndalet. Singleton. Singleton. Bukur tek Jules. Faulli ka Krukit. Edhe njerë të tjetë në vjene gjuajtjes së lirë Jules. Nuk qëllon në tentimin e parë. Në të dytën është i sakt, e kësa do të kemi zëvendësim. Burns kthehet, ullet Ariana Azemi. Ka pasur minutazhin më të madhe sonte Ariana Azemi, 25 minuta e 22 sekonda. Burns tek Polloshka. Janjeva, Burns, Polloshka. Don Polloshka. Tek ka Kruki që shkon deri në fund, realizon. Asistimi i 7 i Donit për pos 7 pikëve, 2-7 që i ka shtuar Polloshka. Teksa
ishte pika e 4 te Valmirka Krukit. Bukur aty Zëqiri për Gjullës, aksion fantastik i Borës. Asistimi perfekt i Jetmir Zëqirit. Burns shkon deri në fund, nuk arrit të realizon kërcen ka Kruki. I pat luftën për top të ka Krukit, teksa topi përfundoi jashtë. Nga Mekic, Genc Zëqiri do t'jetë në lojë në vend të Kurtajt. Polushka. Don Polushka vetë deri në fund. Realizon pika e 9 të tij. 82-58. Singleton, ka faul nga ka Kruki. Kemi zëvendësim Jackson në lojë në vend të Gjullës. Realizon Singleton në tentimin e parë të tij. Është i saktë në të dytën. Singleton 13 pikë të playmakerit të skuadrës së Borës. Polushka te ka Kruki. Mirka Kruki, Don Polushka. I strefi Burns shkon deri në fund, nuk arrit të realizon. Lufton bardhi strefi për ata, pe shpëton Janjeva, do të gjuan për 3, nuk është i saktë Burns aty për të përmirësuar. 84-60. Vete urësia prej 24 pikëve. Zëqiri do të gjuan për 3 pikë, Genc Zëqiri airball i tij. Do të kemi zëvendësim tek Sigal Prishtina, Haxhosaj në lojë në vend të Burns. Po shohim të buzëqeshur të largohet nga loja Burns. Strefi Janjeva tek i strefi. Polushka kthen topin tek ka Kruki. E humb topin Valmirka Kruki. Mekic tek Genc Zëqiri që gjuan për 3, nuk është i saktë. Në topin Don Polushka. Ka Kruki deri në fund. Realizon Valmirka Kruki. Pika e 6 e tij. 86-60 në anën tjetër. Edhe një tjetër tentim për 3 pikë. Singleton arrin të qëllon teshën e tij të dytë sonte. Pika e 16 barazohet me pikë me Rezart Mehmedin, cili ishte ulur për të pushuar për disa minuta. Don Polushka e gjen depërtimin, e gjen në fakt edhe Dion Haxhosajin që gjuan për 3, nuk është i saktë. Mekic tek Zëqiri. Tjetër tentim për 3 pikë, nuk arrit të realizon, ka faul jo sportiv. Jackson ka shkaktuar. Ky është momenti kur shkakton personale ndaj ka Krukit. Sa do të kemi zëvendësim. Ullet Don Polushka, kthehet Ariana Zemi.
Teksa përgatitet të futet në lojë dhe Liri Zeneli i Rio. Duke që do tjetë në lojë në vend të Valmir Kakrukit pasi të i përfundon në gjuajtjet e lira. Para praktikisht ishte 2-0. Kakruki kësaj radhe e qëllon të parën për 87 me 63. Në të dytën nuk është i sakt. Do të ullet Valmir Kakruki, Zeneli në lojë. I strefit të Azemi. Zeneli do të gjuan me njëherë. Nuk arriti të realizon. Singleton. Tek Mekic. Shkon të Kukaj. Singleton do të gjuan për 3. Nuk arriti të realizon. Ka një faul. Shta Gjosaj që ka shkaktuar personale. Do t'jenë ty të lira tashmë në bonus është skuadra e Sigal Prishtinës, kur janë edhe 4 minuta e 8 sekonda deri në përfundim të kësaj përballje. Jackson realizon nga vija e gjuajtjes së lirë. Edhe në të dytën është i sakt. Azemi. Janjeva. Duket që ka shkelur vijën. Muhamed Ali Janjeva, topi humbur i tij. Edhe më te Janjeva pa pik ka kontribuar me 4 kërcime e 2 topa të vjedhur. Mekic blokohet nga Gjosaj, mbrojtje fantastike teksa nuk arriti Ariana Azemi që të e pranon atë top. Anën tjetër, Gjosaj shakton faul ndaj Adem Mekicit. Në vijën e gjuajtjes së lirë tashmë është Mekic. 8 pik i ka realizuar, 5 asistime, 4 kërcime, se i pati 7 topa të humbur. Nuk e qëllon tentimin e tij të parë. Adem Mekic është edhe kapitani i skuadrës. As në dytën nuk është i sakt, teksa Rënukaj tentoi me ngulitje dhe përfundon aksionin, por jo. Gjosaj, Janjeva, bukur tek Gjosaj që shkon deri në fund nuk arriti të realizon. Singleton, do ndaljet për 3. Nuk arriti të realizon edhe një tjetër personale tashmë e Gjosajt. Qëllon Jackson në tentimin e parë. Pika 11 e Jackson që ka marrë dhe 4 kërcime dhe ka bërë dhe 2 asistime. Në të dytën nuk është i sakt. Ariana Azemi lufton për atë e vjedh në sandaljet me personale. Nuk arriti të marrë kërcimin e të siguron atë pas unë dalë me personale nga Rezart me Mejde. Azemi. Deri në fund Ariana Azemi. 19 pikë të tij.
ka zëvendësim tjetër, edhe i Bishi do tjetë në lojë në vend të Muhamed Alia Njevës. Ka probleme me semafor tashmë dyshja e refereve. Janë të tavolina zyrtare për të siguruar që gjithë çka të jetë në rregull. Mehmeti rikthen topin e lojë tek Singleton. Ukaj. Jackson deri në fund. Realizon edhe një Jackson. Azemi, të i strefi, Bardhi strefi arrin të gjuan ka faul, u patë të tërhiqet nga Fanela. 2 lira do t'jenë për Bardhi strefin. Nuk qëllon në tendimin e tij të parë. Bardhi strefi. Paraprakisht 50% ishte i sakt një nga 2 tendimet. Edhe kësaj radhe vazhdon të jetë 50% i sakt. Pika e 12 e tij. Në 68 ka faul. I Bishi e ngrit dorën edhe njerë në vjen e gjuajtjes së lirë. Singleton tani realizon edhe një herë Singleton, pika e 17 e tij bëhet poshashunuesi më i mirë tashmë. Në të dytën nuk është i sakt, Hajgjosa i tentoi ta shpëton ato, por topi do të vazhdojnë të takon skuadrës së Borës. Deri në fund shkon Jackson. Ngulitje monstruoze e tij. E shohim Jackson e shfrytëzon momentin që tashmë lojtarët e ri Prishtinës janë në fushë. Dalë do me personale Jackson, por nuk arriti të realizon edhe njerë. Bardhi dhe Kaltrit nuk arrin që të marrin topin. Mehmeti e gjen dëvërtimin deri në fund, realizon Rezart Mehmeti. Tashmë Singleton me top të vjedhur, shkon topi tek Mekic. Jackson deri në fund, realizon. Po shfrytëzojnë në maksimum që janë të rinjët Prishtinas në fushë. Strefi bukur tek Zeneli që blokohet nga Jackson. Sa kemi kundërsulmi në anën tjetër, Mekic deri në fund. Realizon në 10-77.
Zemi. Ariana Zemi. Tek Haxhosaj që realizon në kosh. Asistimi i 9 i Ariana Zemit, edhe një asistim i mungon tashmë për të realizuar double-double. Teksa Haxhosaj e qëlloi pikën e tij të 7. Ukaj Mekic. Jackson, Mekic, 4 sekonda. Mekic arrin të gjuan, jo të realizon. Ko faul nga Bardhi Strefi. Kur jemi në sekondat e fundit të përballjes. Personalja e 5 të Strefit gjithsesi lojë fantastike e tij, 12 pikë të realizuara. Ngritet Don Polloshka për të futur në lojë. Pasi tashmë me 5 personale ishte i Strefit, teksa e pam trajnerin Ljubomir Minqev i dëshpruar Mehmeti realizon për 92 me 79. Polloshka. Zemi. Zeneli. Bukur shkon vetë deri në fund. Gariti të realizon, e merr edhe njerë topin, edhe njerë gjuan, nuk qëllon, edhe njerë tenton. Realizon Zeneli. Për të ndizur edhe atmosferën në palestër. Ndërsa tani blokad nga i Bishi, por është personal në fakt. Pes sekunda ka mbetur, trajnerët u përshëndetën. 94-79. Gjithsesi lojë super dominuar nga Sigal Prishtina, e kontrolluar në çdo aspekt pavarësisht iniciativës në këto momentet e fundit të skuadrës së Borës, që i realizuan 28 pikë në këtë çerek, vetëm 14 Prishtina. E shfrytzuan faktin që trajneri Kakiusis ju dha mundësi lojtarëve të rinj të tij, të cilët definitivisht sot treguan paraqitje mjaft të mirë. Ariana Zemi shkëlqeu të Prishtina me 19 pikë, 9 asistime, 5 kërcime, 14 pikë ardhën nga Bejli, 12 nga Bardhi Strefi. Don Polloshka i shtoi 9 pikë e 8 asistime, teksa 9 pikë i pati edhe Kramer që i mori 7 kërcime. Në anën tjetër tek skuadra e Borës, më i dalluar ishte Rezart Mehmeti me 20 pikë, nga 17 i shtuan Jackson e Singleton, e 10 pikë tjera i pati edhe Mekic, po ashtu edhe Jules. Për pak çaste do t'jemi me intervistat.